Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban udhëtoi të hënën drejt gazsjellësit të rjedha turke që gjendet në kufirin serbo-hungarez për ta inspektuar infrastrukturën, të cilën qeveria e tij thotë se është e njëstruar nga tentativa të dështuara sabotimi gjatë ditëve të fundit para zgjedhjeve parlamentare në Budapest, çka sipas sondazheve ai do të mund t'i humbë. Dia ata dëshiruan të shpërthejnë tubacionin e gazit, shkroi Orban në Facebook para se të nisej për në pikën kufitare. Jemi duke kontrolluar nëse gjithçka është në rregull në anën hungareze, shkroi ai mëtej. Autoritetet serbe thanë se i kanë gjetur 2 çanta me rreth 4 kg lëndë shpërthyese afër fshatit Velebit në veri të Serbisë. Më datë 5 prill, bashkë me kapak detonatorësh dhe mjete të përdorura për të montuar pajisje shpërthyese. Zyra e prokurorit të lartë në Subotic tha se rasti është klasifikuar si trafikim i paligjshëm i armëve ilegale dhe lëndëve shpërthyese të lidhura me sabotazhin e dyshuar. Zbulimi ka nxitur shpejt polemika mbi përgjegjësinë, teksa gjithçka ka ndodhur në periudhën pak para zgjedhjeve në Hungari. Duke folur në një takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Mbrojtjes së Hungarisë, Orban nuk e përmendi me emër Ukrainën, mirëpo tha se Kievi me vite ka tentuar t'ia mundsojë Evropës energjinë ruse dhe ka shtuar se sulmet në segmentin rus të rrjedhës turke përbën rrezik vdekje prurës për Hungarinë. Por Ministria e Jashtme e Ukrainës ka hedhur poshtë çdo përfshirje. Ndërkohë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se nuk ka të dhëna të besueshme se kush është përgjegjës, mirëpo ka sugjeruar se Ukraina mund të jetë e përfshirë, duke cituar ato që ai ka pretenduar se kanë qenë sulme në infrastrukturën e energjisë në të kaluarën. Reagime pati edhe nga inteligjenca ushtarake e Serbisë. Duro Jovanović, drejtori i Agjencisë Ushtarake të Sigurisë, tha se nuk është e vërtetë që ukrainasit kanë tentuar të organizojnë sulmin mbi gazsjellësin dhe që atribuimet të tilla do ta komplikojnë gjetjen e përgjegjësit. Bazuar në shënimet me lëndë shpërthyese, është e qartë se prodhuesi është nga Shtetet e Bashkuara, ka thënë Jovanović. Tania do të sugjerojë dikush që Shtetet e Bashkuara do të përfitonin nga kjo situatë në këtë moment, u shpreh ai. Sipas tij, analizat forensike të dëshmive janë duke u kryer dhe do të ketë informacione të reja. Ai po ashtu tha se agjencia që drejton ka muaj që paralajmëron lidershipin politik që mund të ketë sulme në infrastrukturën e gazit, por që shqetësimet e tij janë pritur me skepticizëm dhe mos pajtime. Srdjan Zvijic nga Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë ka dilema në këtë drejtim. Autoritetet tona nuk guxojnë të akuzojnë hapur Ukrainën, prandaj shpikin ndonjë emigrant të supozuar, çka i shkon përshtat retorikës anti-emigrante të Orban, ka thënë ai për shërbimin e Ballkanit të relit. Ky incident ka ndodhur në kohën e mospajtimeve të tjera lidhur me sektorin e energjisë. Budapesti ka përplasje të ashpra me Kievin për pezullimin e transportit të burimeve ruse të energjisë përmes gazsjellësit Druzhba, për shkak Hungaria dhe Slovakia e fajsojnë Ukrainën, derisa Kievi ja atribuan fajin një sulmi rus me dron për dëmet në tubacion.